Dje në orën 21:40 zyrtar policor nga stacioni policor i Gostivarit kanë privuar nga liria një 19 vjeçar nga fshati Padalisht dhe një 23 vjeçar nga fshati Tërnof e Gostivarit, pasi gjatë kontrollit tek ata është gjetur dhe sekuestruar marijuan. Më vonë, me urdhër të gjykatës, është kryer bastisje në shtëpinë dhe ambientet ndihmëse të 23 vjeçarit në fshatin Banjice Poshtme e Gostivarit, si dhe kontroll në automjetin e tij Renault me targa të Tetovës, me çka gjithashtu është gjetur dhe sekuestruar marijuan. Pas dokumentimit të plotë rastit ndaj personave, do të ngrihet padipërkatëse. Dje në ora 16:35, zyrtarët policor nga stacioni policor Gostivar kanë privuar nga liria një 49 vjeçar nga një fshat i Gostivarit. Ai kërkoi për shkak të dyshimit të bazuar se nuk ka respektuar vendimin e qendrës për punë sociale Tetov për takimin me fëmijët. Ka shkuar vazhdimisht para banesës së saj, ka dërguar kërcënime përmes mesazheve telefonike, e ka nënçmuar dhe e ka përndjekur në vazhdimsi bashkëshorten e tij 38 vjeçare nga Shqipëria me qëndrim të përkohshëm në Tetov, me të cilën janë në procedurë divorci. Dje në ora 20:25 në rrugën Ilinden në Tetov, zyrtarët policor kanë privuar nga liria një 33 vjeçar nga Tetova, pasi tek ai është gjetur dhe sekuestruar marijuan. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë rastit ndaj tij do të ngrihet parashtresë përkatëse. Dje në ora 17:50 në SPB Tetov, një 42 vjeçare nga Tetova ka denoncuar se rreth orës 17 në vendin e saj të punës në një butik në rrugën Radovan Conić në Tetov, pas një debati paraprak është sulmuar fizikisht, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në ora 23 në SPB Tetov, një grua 40 vjeçare nga një fshat i Tetovës ka denoncuar se ish partneri i saj jashtëmartesor, një 38 vjeçar nga Tetova. Pasi ka ndërprer lidhjen e ka ndjekur vazhdimisht nëpër qytet. E ka shqetësuar në celular nga numra të ndryshëm dhe e ka drejtuar kërcënime për jetën e saj dhe të familjes së saj. 20 minuta pas mesnate, në SPB Tetov, një 61 vjeçar nga fshati Korit ka denoncuar se rreth orës 23 të ditës së kaluar në shtëpi është sulmuar fizikisht nga djali i tij, i cili gjithashtu e ka kërcënuar me një mjet të mpret dhe i ka thyer celularin. Menjëherë pas denoncimit, djali është gjetur, është privuar nga liria dhe është ndaluar në stacionin policor. Pas dokumentimit të plotë të rastit ndaj tij, do të vijojë parashtresë përkatëse.